Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhur e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kemi përmendur në kapitullin e kaluar disa të i kalimet kufeve në aspektin e të menduarit, qoftë në pranimin e vezveseve, apo qoftë në paragjykimin ndaj njerëzve. Mendja është begati që Allahu Azza wa Jall e ka dhëruar njerin me të, është mirësi e madhe, përmes mendjes njeri kupton argumentet, kupton botën, kupton veten, tjerët e kështu me radhë. Mendja është begati. Prandaj edhe këtë mendje shejtani tenton me sulum me vezvese, qoftë në rrafshin e besimit apo në rrafshin e tjera. Dhe kemi përmendur se besimtari duhet jetë i kujdesshëm që këto vezvese me i trajtu që duhet, për mi refuzu që mos me depërtu deri tek zemra e tij. Pastaj kemi folur edhe për çështjen e gjykimit ndaj njerëzve me hamendsi, para gjykimeve ndryshme që mund të sjellin pasoja dhe probleme në raporte me njerëz. Andaj Islami gjithmonë të ndërruazën në mëson që të kemi qasje mesatare, të ekuilibruar, jo teprim, as në aspektin e paksimit, as në aspektin e shtimit. Se njerëzit gjithmonë janë mësuar që zakonisht me e trajtu teprimin kur dikush e tepron në shtim, qoftë në çështjet e adhurimit apo qoftë në çështjet e besimit e kështu me radhë. Po edhe paksimi e dobësimi është teprim, e ka tepruar në dobësi, e ka tepruar në lëshim, qysh e ka tepruar dikush në veprim. Ai dy teprimet janë të qartuara, ndërsa mesatari është me ndjek udhëzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kurimet e teprimi, dietarët e kanë përmendur se shejtani tenton që njeriu me shty dhe teprimit në 4 fusha kryesore. Kudo që e tepron njeri, kudo që e tejkalon njeri kufirin, shejtani është i lumtur. Për shkak se e ka nxjerrë njeriu nga mesatarja, e ka nxjerrë njeriu nga e duhura, e tash letë ka me vepru me të jashtë binarëve të mesatarës, jashtë asaj që është e duhur. Prandaj e kam përmendur edhe atë që është në vijim që do të flasë për të. Buhariu vazhdon me kapitullit e tij dhe kapitulli i radhës është, thot Buhariu rahimahullah, bab fudulin nadhar. Kapitulli që flet për shikimin e tepërt. Do njëri me shiku tepër, a ka mundsi njëri tepër me shiku? Po, kur shikon atje ku nuk i përket, kur shikon haram, shikon ndaluarën, kjo është teprim. Do e ke tejkalu kufirin e të shikuarit, për te asaj që duhet. Madje edhe të shikuarit na që nuk sjell përfitim, po një kurreshtje e tepruar edhe kjo është e qartuar. Nëse në gjitha këto dalje nga binart e duhurës dhe dalje nga mesatarja, shejtani ka hise. Gjithmonë. Për këtë arsye, Ibn Qayyim rahimullah e ka përmend se besimtari që kujdeset dhe ruhet nga mëkatet, duhet me i rujt 4 porta. 4 porta janë që shejtani të të me depërtu. E ato 4, nëse ki rejtar të fort, kështjela është të mbrojtën, zemër është të mbrojtën. Sa të në këto 4, ka thonë el khatarat, e para mendimet, këna mësu mendimet. Nëse i runë mendimet e tua, nuk lëshosh, nuk e të pranë, nuk lëshosh në vezvese, nuk lëshosh në cytje, nuk lëshosh në paragjykime, e ki port të mbrojtën. S'ka ka të përtën, se që të përtën të mendimet. Jem me paragjykim, jem me cytje, jem me depërton, e ke mshil këtë port, i rujtë një. E ke rujtë mendimin tënë, e ke rujtë zemrën tënë. E dyta, thot Ibn Qayyim rahimahullah, dhe më thonë, shprejhjet, fjallët, si kështë e këna me mësu. E treta, shikimin, dhe e 4ta, lëvizjet. Nëse qëto 4 porta i rujtë njeri, me lejnë Allah Gjellewala, dhe më thonë, është imbrojtën nga gjitha përpjekët e shejtanit për me e qërregullu udhëtimin e tij drejt Allahut te barekuhu teala, për me nxjerr nga binarët e duhur. E zakonisht njerëzit i sheh madje
vetën tonë njëri, e gjenë vetën e vetë njëri e gjenë se në njëri nga këto 4 komën që me pas lëshime dhe të prime. Imam Bukhari rahimullah në kapitullin e vijus ka përmendur bab fudulin nadhar. Don fudul është gjithçka që është jashtë normalës. Duke filluar nga ndaluara, nga e papëlqyera, e urrëtura, e deri ato që nuk ka dobi. Nuk ka dobi. Sot për shembull njerëzit janë sprovuar me shikim se shumë gjëra janë ekspozuar. Për shembull shikon pa nevojë shtëpinë e filonit, çka të intereson. Qysh duket mrena. Për shembull, shikon çështje që s'ka më ble kur, as si duhen kur. Prandaj këto janë çështje që në esencë fillojnë me kon piknisja aty në, për shembull, me qenë e lejuar, por nuk është e lavdruar. E tani dal nga ta shkon deri te ndaluara. Se njeri kur fillon me shiku të ndërgozna që nuk i përket, zemra fillon me usmu, lakman. Nuk i duket ajo që ai ka interesant, si pëlqen mu. E pastaj këtu fillon ai udhimi i tij drejt edhe haramit të ndaluarës. Kështu që shejtani fillon me një shikim thjesht, tani e çon deri te ku as vet njëri nuk e ka paramenuar. Kështu që njëri duhet gjithçka në jetën e vet me kon mesatar, i përmbajtur, edhe çdo lëvizje të tij, të mendjes së tij, edhe këtë rast shikimi i tij me vone përputhje me interesin e tij. A ki dobi çka përfiton? Kurgjë. Atëherë mos u merr me të. Këtu e ka pranë Buhariu rahimahullah pse ka shumë transmetime, shumë argumente që flasin për këtë çështje, por Buhariu rahimahullah ka përmend 2 transmetime që vijnë nga 2 sahabë të njohur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Transmetimi i parë është nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, nga shokët e njohur dhe dietarë të mëdhenj të sahabëve, e tjetëri nga Ibn Omeri, edhe kjo është nga dietarë të mëdhenj të sahabëve. Kështu që këto 2 transmetime janë shumë të rëndësishme për ne, se vijnë për njerëzve të afërt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po edhe nga dietarë të sahabëve. Rasti i parë thotë transmetimi nga Abdullah ibn Mas'udi se me disa prej shokëve të tij ka shku me e vizitu një njeri. Njeri ka qenë smut, ka shku me e vizitu. Kur ka një në shtëpinë e tij, njeri për njerëzve që ka qenë me Ibn Mesudin, radhiyallahu anhu, ka filluar me kthyer shpe. Ju ka duke interesant një lamp atje, ju ka duke interesant një diçka zbukurim, edhe domthonë vëse me kthyer smutin për çka ka shku, ai u habit duke kthyer në atë që e rrethon. Edhe kjo padyshim e ka shqetësuar Ibn Mesudin radhiyallahu ta'ala anhu, edhe i ka thonë me ta panxir synin, kjo është me qenë për ty me e letë se kjo që ke vo. Çka i bje kjo me ta panxir synin? Do me thonë të ndërgëzër, kjo është çështje që duhet në kuptu drejt. Normal syni është begati edhe me ndju syni është punë e madhe, po ka dash me i thonë, ma mirë është, ose me thonë, ma pak e dëmshme është, domthon mos me pas synin heq, se këtë sy me e shëtit në haram. Apo. Ase Allah xhallahu ala e ka kriju synin që të jetë në funksion të asaj që është e dobishme. Nëse syni është në funksion të asaj që është e dëmshme, atëherë domi ti është më mas dobia. Pse? Për shkak se me këtë sy që ti po shikon, i sill vetit të lashën dunjën e ahiret. E një burim i të lashëve, e i problemeve, e i hidhnimit të Allah xhallahu ala, edhe i dënimit ditë gjykimit, padyshim se ma mirë mos me pas se me të prunë që se të lashë. Apo? Pra mërë çdo begati. E kjo është nga fikhu i thellë i sahabëve, që njerëzit zakonisht nuk e kuptojnë. Ka njerë që e kërkujnë një begati, të kësha pas, begati, e kësha më radhë. Nuk e kërkujnë begatin që ajo që ndihmon në adhurim, por e kërkujnë begatin që të kënaqë në shfrytëzim. Kjo është qasje shumë e mangët. Me kërkujnë një begati veç mu kënaqë, dhe pse ka dikush të ka me dhone, pa shikun këtë begati, atë të ndihmon në adhurim, atë ndihmon më afër tek Allahu xhallahu ala, është qasje shumë e mangët. Gjithë shka muslimonin dunjo që ka, gjithë shka që ka jepë Allahu te barekuhu teala,
me një herë të nëton me përdor në frymën e asaj që i ndihmon me u lidh me Allahun xhallahu ala, me fuqizu raportin me Zotin xhallahu ala, me qenë sa më i devotshëm. Dhe ruhet gjithmonë që ajo begati mos më u shndërru në mjet që e largon prej Allahut te barekutaala. Çdo begati që të largon nga Allahu nuk është begati mua. Tash vazhdon me qenë fatkeqësi. Nëse ka fatkeqësi më e madhe se me u dobësu raportet me Allahun xhallahu ala. A ka fatkeqësi më e madhe se ajo mërsi që ti e ki të jetë një mjet që me të manipulon shejtani. A ka më keq? S'ka më keq. Andaj ka dashur Ibn Mesud më i thonë se me ta panxir synin që tash, domthon, për ty kishte më qenë pak e dëmshme, se sa ky shikim që po ky është shpëtuj. Në ato që është ndaluar. Nga se mush me pa diçka që nuk bën, na kemi mësuar kujtohet te kërkim leja apo rregullat e kërkim lejes. Çfarë kanë qenë arsyet që për to duhet me kërku leje para se mi, që është shikimit. Kush më i shpejt njerit edhe direkt kërkon leje, pse? Nga se mush me pa diçka që ndalohet, me pa njerin në gjendje, për shkakun që s'do me pa ashtu, me pa diçka për familjes tij, diçka shpejt vet. Andaj shikimi është më rëndësi, me rru shikimin. Kështu që teprimin të dhe të çuarin të është padyshim çështje që i sill të lashë muslimanit. Atë muslimani e kupton begatin, një mundësi më shumë Allahu më ofru, me falënderim, me shfrytëzim begatis në adhurim e tjera. Po kur begatia shndrohet në fatkeqësi për faktin se të largon nga Allahu xhallahu ala, atë muslimani ma dashur ka me hub se me vazhdu në keqpërdim të fatkeqësisë dhe në dëm të raportit me Allahun xhallahu ala. Dhe kjo është kuptimi i thellë që muslimani me kërku begatin, mirë po në rrugt të Allahut azza wa jalla. Shkojnë sa mirë pejgamberi e ka lidh këtë ndërvëzër në hadith që ka të bëjë me këtë begatit. Epse pejgamberi ka përmendur një begati. Kjo ka të bëjë me këtë begatit që duhet na me kursu vëmendje të madhe që t'ia lidhim. Çka ka thënë Muhamedi alayhi sallam? Me një hadith, Muhamedi ka thënë: "Ni'mal malu salih lil 'abdi salih." Ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam, sa pasuri e mirë është ajo e cila është në dorë të njerit mirë. Do nuk ka më mirë se kur një pasuri e mirë e halal është në dorë të njerit mirë. Që kjo është kombinim më i mirë i mundshëm. Pse a ka mundësi pas tjera kombinime? Po, një pasuri halal në dorë të njerit haram. Që është pasuri halal? Baba u munu, u lodh, ka fitu halal, djale ka të rëzhëgu e qënë pashtë, në për punë, liga, punë të shia. Që është e keqe? Pasuri e mirë, e fitu me halal, po e keq përdor me në haram, punë të liga. Ose pasuri haram e ndorë të njerit mirë. Për shambull, e prish njerin mirë, pasuria haram e prish njerin në. Një kafshat haram e prish njerin në. Kombinimi keq. E kombinimi më i keq është kur pasuria është haram, ndorë të njerit haram. Që është më e keq e mundshme. Dhe kombinimi më i mirë është që i pari, që tha pejgamberi, pasuria e mirë, halal, ndorë të njerit mirë. Ndorë të besimtarit, ndorë të atij që me atë pasuri Allahun e falënderon. Allahun adhuron, tjerë të iman, që është më e mirë e mundshme. E kështu është në të begati. Syni i mirë në kokën e njerit mirë. Se syni është i mirë, po në kokën e njerit smut është. I smut nga paragjykimet, i smut nga vezveset, i smut nga epshet. E ke që përdor synin. Shikon atje, përsill të, dhe për të shpëtuj, andaj së është në rregull kjo. E këti ka thoni Ibn Mesudi, me pa hub synin për ty shkon ma pak e dhëmshme se kjo që ati ke bëmë. Kjo është fik i thellë i sahabëve në përdorimin e durë të begative. Gjithashtu të kemi edhe rastin e dytë që ka pranë Buhariu rahimahullah, është rasti i Ibn Omerit radiallahu ta'ala anhu, i cili thot, ku Nafiu ka qenë nga bashkë shoqëruesit e Ibn Omerit në gjithë aspekt. Edhe i ka shërby, edhe ka marrë dije prej tij, edhe është nga transmetuesit më besnik, edhe që e ka njoft Ibn Omerin mas mire. Andaj zakonisht në transmetime gjen Nafiu përmase ka bo Ibn Omeri, Nafiu përmase ka thonë Ibn Omeri. Shumë e ka pas të afërt.
Në këtë transmetim Nafiu radiallahu ta'ala rahimahullah, se nuk ka qenë nga sahabët, rahimahullah thot se disa njerëz kanë ardhur te Ibn Omeri radiallahu anhu me vizitu. Tash është e kundërta. Atje ishte Ibn Mesudi ka shkuar me vizitu. Këtu do njerëz kanë shkuar me vizitu Ibn Omerin radiallahu ta'ala anhu. Edhe është bu muhabet i mirë. Diskutime, Ibn Omeri ju ka dhënë këshilla, ka dhënë pejgamberi, ka dhënë kështu. Edhe ata kanë përcjell normal. Moment një nga shërtorët që aty ka shërbyer është Allah më qysh ai ka ardhur aty, ka pas një zinxhir të arit në qafë. Posa e kanë pa ata zinxhirin në qafë, të ati njerit, ka filluar më këshu çudet shumë. Do zinxhiri i arit në qafë, një shërtorët të Omeri, ka do kjo punë se zinxhiri i arit është haram për moshën. Ari është për moshën haram, e dim këtë punë. Edhe Omeri kur i ka pa shikimet e tyne, ka thonë ma aftanakum li sharr. Sa fatane është kur dikush i vren senet. Kur dikush i kupton senet mirë, çka fatane. Ibn Omeri ka thonë, sa shpejt po i kap një sherrët. Çka nuk kupton kjo? Domthon tanë në kohën sa dobi të kenë. Asnjë sukqyrët që sa mirë po thotë, mashallah sa përfituam apo, normal. Në zinxhire po në qafë që të vretet, as i po tjera sana, nuk ka njerëz 100 sana të harit i ka përsin si shapëtën, 100 mirësi si shë, një lëshim i caktuve të këshyren, me sy, ato sy të kalzojnë shumë, apo lëvizja e syve, shikohet me zveti, shikojnë shumë, andaj që kjo është edhe, që kemë thëmë edhe punë e paragjykime, dhe mënë, që di kë njeri këtu me këtë zinxhir, Ibn Omeri me lonë këto, që di që Ibn Omeri shumë lafe kalzën syni, apo, shumë. Ibn Omeri ka dhe shmjëllon që si patë shumë sërë është përsheni, e kjo është ta që të lëzër njerëzit në mon e kanë zakonisht të kësuma. Edhe kur dojnë me shiku diqka, me vrejt mirë, apo a e më të po mirë, apo se ka për me ndryshu, po e ka për me gjithë një të metë që edhe këto e pash për filonë të po. Në ndalon shikimin nga shikimi. Një sy është, ama shikimit janë ndryshme shikimet. A ke pa ti përmes shikimit, për shembull mund me kuptu që ky njeri apo të paragjykon, apo tallat me ty, a ka seriozisht, a mund është përmes shikimit. Po, shikimi shumë do me thonë. Prandaj për shembull të a dallon kur e ngon ligjëratë veç me vesh, edhe kur e shë me sy. Dallan shumë, se syni t'jep me kuptu sene që veshin është ta ikin. Vesh të ikin të sene, ama syni të mundësën me kuptu. Përshka këse e shë intonacion, e shë veprimet, më thonë, levizjet, t'jep me kuptu një kuptim shtes ndaj dëgjimit. Edhe shikimi shumë më rëndësia. E këta i ka, gjitha të sani i kam pa të Ibn Omeri, për shumë, kam pa nejën e mirë, kam pa respektin, shumë sani i kam pa, edhe si më këshyrë, non që, mashallah, për shumë, sa mirë. Po si e kam pa të në qafë me njëre, ju më këshyrë, qysh këtë Ibn Omeri. Omeri ka thonë, naftan e kum në shërë, sa bukur ju ka përgjith, ka thonë, sa shpejt e kap në shërë, na? Sa shpejt e shinit metat, e sa rrallë e dëpt e shinit mirësit, që është njëri, që është shikimi të prumë. Që api e këshu njëre të lejë, është Ibn Omeri këtu tja, po këtonë që Ibn Omeri nuk e këshilana? Nuk e kap radar Ibn Omerit këtë medësh i jo të pe kapa? Kjo më në mënë e kapshme. Po njerëzit kanë qef kurreshti atyne. Shikimin qatë të ati shërtorit nuk ka qenë për ndryshim, nuk ka qenë për këshil, por ka qenë për çka? Ka qenë për me gjithë një lëshimin e të metë. E ku e dim na? Po në bastë të Ibn Omerit, reagimit tja, i ka njoft, i ka pas situatën. Kështë, mos me ko njeri për shambull, i tilë që ja kap sherën me herë, edhe me vesh, edhe me sy. Po ja kap hajrin, e i këthen hajrë kuptimet, e i këthen në hajrë e në mirë kuptim situatat, e jo veç në sherë Allah në rujtë. Për ndaj kjo është ta që Bukhari ka shme thonë që kjo është nga teprimet. Teprima kjo. Do në te i karimi kufirit në shikim. Edhe gjithashtu e ka përmenë Bukhari Mullah kapitullin e vjus, teprimin e të folur. Edhe këtu ka probleme shumë, njerëzit e teprojnë të folur. Për këtë kemi folën shumë situata, në rëthana ndryshme, kur kemi kaluar në për kapitullet të kaluar,
ku njëri e tepron të folur. Me tepron të folur është me fol mas pari atë që s'ka dobi. Nuk ka dobi. Për njëri kur këshyrët, e qa po këshyrët? I thonë vizës, e qa ka interesant? Vazhdoj këshyri punët e tua. Apo? Nëse këshyrë, për shamu, që ka ndo minimu, dikujt në regull është. A nëse këshyrë veç, për shamu, veç kur reshtje, këshyri punët e tua e sudës tonë, ma mirë. Edhe të folurit, njëri fol nëse ka dobi. Nëse s'ka dobi, as i bën dobi ati që flet, në mësu diqka, as vetës vetë nuk i bën dobi, me përfitu në i sevap, ma mirë më s'fol. Andaj, ka thonë Muhammed Arsan, men kani yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ai që beson Allahun e di gjykimin le të ketë mirë ose është. Nuk është gjithmonë opcion me fol. Do të mendoj që gjithmonë opcioni vetëm është me fol. Jo ekziston një opcion tjetër me hesht. Apo nuk është vetëm pulla, butoni i të folurit aktiv. Edhe i hesht është të ngat, edhe ai duhet më prek herë apo. Me hesht dikush. Me tepru apo. Prandaj e ka përmend këtu transmetimin nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thonë la khayra fi fudul al-kalam. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka thonë qartas, nuk ka hajr në fjalë e tepërta. E të pranë. Për shembull, la ke pa njëri me shku në rast saktu, me të pamë, një është prest me hinë, kom, e zgat, se shku me mojtë ligjërat aty, veçanisht kur s'ki që me thonë, hajtë me koni me në nasihat, a diqka që në menjër, po flet fjale, në tonë, në kitonë, vetëm diqka, në alem burë. Pëndëse një pikë diku fjale tua, mësë të prase, njerëzit nuk kanë mundësi me të ngu, sa ras me ngu atë ligjërat. Ose për shamu situatat saktume, për shamu me shku, edhe në gzim me shku. Do të me ditë sa me folë, me ditë kësh me folë, ka regula. Ama veç me te prunë të folë, është, ose me letë me dikon me orë të tëra. Allah u knaqim laf, qa bënë ma bëtë, që është o kapa ty. Falë mirë ose heshtë, ose bë dhikër, Allah më përmene. Mosë të pra. Edhe këtu e ka përmene pastaj Bukhari rahimahullah, me përmene në përbyllje, e ka përmene një hadith nga gjithashtu Ebu Hurajra, transmetimi Bukhari të në këtë pjesë, dhe më ka vrejtjet e djetarët në aspektin e transmetimit, por hadithi si hadith qëndron në bazë të rrugëve tjera të transmetuara, andaj është hadithi i pranuar në përgjithësi përmes rrugëve që ka ardhur, ku ka thënë pejgamberi alayhi sallam, shiraru ummati ath-thartharun, al-mutashaddiqun, al-mutafaqihun, wa khiyaru ummati ahasinuhum akhlaqa. Ka thënë pejgamberi sallam, njerëzit më të këqij të umetit tim janë llafazanat, veç llaf. Tharthar, që kjo është? Tharthar, bën llafazan. Në veç fol. Sa ku të shë veç të fol e gjohën, hiç në të. E kjo s'ka qara pa ka dhu keq. Wallahi, ilmin, dijen e dynjas, Allah më të dhonë, si të fol shumë kime ka bu. E lemo që s'ki dije. Ka ban të dikon, s'ki qara parshit. Nuk din. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njerëzit më të këqij të umetit tim janë ath-thartharun. Thartharo që kjo që fol, vene pa vene, kohë pa kohë, tem për tem, çka ti bjen mena veç ka më kallëzuar. E të pranë të folja. Edhe ka pranë edhe forma tjera të prurë, për al-mutashaddiqun, ata që zgjënohen tema. Do njerëz flasin shumë. Do njerëz flasin shumë edhe gjanë. Hini temë tani e zgjenon, ma shkurt Allah, ma ngosht. Ose për shembull më të fejkihun, domthon e mbajnë gojën qelë shumë. Domthon si të mbajnë gojën qelë shumë, çaj vjen? Flas shumë apo. E ka thënë pejgamberi më të mirë nga ummeti jam janë ata që e kanë sjelljen më të mirë. Më të këqijt e thonë, pse janë më të këqijt? Për shkak të gjuhës. Për shkak të folit tepërt. Dhe gjuha është mjet i rënd. Është begati Allahut, por nëse nuk di me përdor, di me lëndu, di me tepru, di me përdor, thashë thonë, di me përdor të këqija, me përdor shpesh edhe gjëra që sjellin vërteta. E këto kanë përgjegjësi. Nëse më të mirë janë kush e hasinum akhlaqa. Ai që ka sjelljen më të mirë, edukum në fjalët e tij, në sjelljen e tij, në qëndrimet e tij, në shikimin e tij, në dëgjimin e tij, gjitha këto aspekte
besimtari duhet të jetë i edukuar. Andaj, edukata e shikimit, edukata e dëgjimit, edukata e të folurit, edukata e sjelljes, edukata e ecjes, këto janë ato që na ka mësuar të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në cilësitë e robëve të mirë që Allahu i përmend surën Furqan. Furqan është dallim. Prandaj në surën e dallimit i ka përmend Allahu xhallahu ala cilësitë e robëve që dallojnë prej tjerëve. Wa ibadur rahman. Robët e Allahut në kuptim të nështrimit, robët e Allahut përzgjedhur kush janë? Alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, ata që ecin në tokë me edukat, jo me arrogancë, jo me mendjemallësi, hauna, të qetë, të matur, ecni për tokë. Ecja të ka thonë që musliman, ecja të ka thonë se është njëri mirë, në ecje. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kur provokon nga ignorantët, nga njerëzit e rrugës, nga tjerët, çka thonë? Salama. Na nuk bim këtë nivel, na skapëm me juve. Zbim laf me juve, na jemi salam, për neve keni paqe, për neve keni rahati, ju po na shpatin luft, na nuk jem të ndërzu me hin luft me juve, se zbim këtë nivel, të folmit, i edukum në ecje, edukum në fjallë, i edukum shikim, i edukum dëgjim, gjitha vepret e tjera. Andaj, këta janë të përzgjedhurit, këta janë më të mirë që ka thonë për ta pejgamberi alayhi salatu wassalam, se më të mirë nga ummeti jam në qitapa. E më të këqijtë ata që, fatkeqësisht, e teprojnë në të folur, edhe teprojnë në shikim, edhe në gjithçka. Çdo teprim të ndërgozur është padyshim i refuzuar edhe i qortuar fetarisht. Allah na mundsoj që ta ndjekim mesatarën gjithmonë. Të jemi të matur në fjalët tona, në sjelljet tona, në shikimin ton, edhe përmes gjitha sjelljes tona të reflektojmë edukatën tonë, edhe kuptimin e thellë të besimit tonë, edhe mbi gjitha të ndërlozër që çdo veprim joni i brendshëm apo jashtëm të jetë lehtësim ditën e llogaridhënies e jo ngarkesë e vërtetësi. Allah na mëson që syni jon na lehtëson shkumin në xhenet e jo kundërta. Gjuha jon na lehtëson shkumin në xhenet e jo kundërta. Dëgjimi jon me lehtësu e jo me vërtetu, gjithçka të jetë lehtësim. Nëse Allah xhallahu na i ka dhënë për lehtësim e begati, e në rrujtë Allah që me ushëndru në vazhdësi në fatkeqësi. Allah është problem të kaqë për këtë pjesët. Wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.